Zoti Jaka, çfarë parashikon? Mendon që Albin Kurti do të paraqitet apo mund shkohet deri në eskalim? Shqeqenaj, Gjobën e ka marrë, sipas informacioneve që janë, ai edhe ka planuar me shkrim Gjobën dhe ai nuk do duhet tashmë të vonohej. Fakti që po vonohet, kjo i bie që ai po pret që gjykata të lëshoj urdhër arrest dhe ta ndalë atë gjatë rrugës ose të shkojë në zyrë dhe ta marrë dhe ta dërgojë në gjykatë në prokurorinë speciale për të dëshmuar. Po kjo sjellje, siç e tha dhe Ylli, nuk do duhet të ishte as e kryeministit, sepse masanej ka me cenu edhe besimin e qytetarëve, edhe ka me tregu një shembull për të cilin pastaj sipas kryeministit, siç ka thënë ai, që nëse shkon atje bëhet temë në lajmet në televizionet dhe në portalet ndërkombëtare, atëherë tashmë është bërë lajm dhe do të bëhet një lajm më i madh kur ai mund të arrestohet edhe të ato lajmet të plasohen prapë në Washington Post, New York Post, ose në Times, se ku të qoftë tjetër që Kosova për herë të parë një kryeministër shkon arrestohet, e arrestojnë një kryeministër për mos me ju përgjigj organeve të drejtësisë. Sepse ky kod penal, ky kod i procedurës penale që është miraton vitin 2019, është edhe me votën e lëvizjes vetëndosje në atë kohë. Në këtë drejtim, unë nuk mund me paramendu një kryeministër që të mos shkoj që të përgjigjet për çështjet që lidhen ngushtë me fushërimtarinë që ai ka pasur gjatë 4 viteve, veçanërisht me rezervat shtetënore, sepse ka shkuar ministri a zone Hajdari. Në kuptimin ajo është bërë temë. Dhe kanë shkuar edhe eksponent tjerë të qeverisë, cilët kanë qenë, si me thonë, në koordinim ose në bashkëkoordinim për rezerva shtetënore. Nuk do duhet bëj temë kjo. Çështja e shkuarjes për me dëshmu. E përmend edhe Ylli që kjo çështje nuk lidhet me reformën në drejtësi, kjo është procedurë. Gjyqtari edhe prokurori kanë e zbatu, qoftë ai tash kryeministri Kurti, qoftë një kryeministër tjetër. Në kuptoj, ndërkohë, Ylli, duke parë gjithë të çfarë ndodh, sa do ndikoj kjo tek formimi i qeverisë? Besoj do ketë ndikim kjo çfarë po ndodh deri në 15 prill? Por nuk e shoh të ndërlidhur. Thoja më shumë shoh kështu një farë mundësie dramatizimi të skenës politike koti për të dhënë efekte protagonizmi njërit apo tjetrit aktor. Krijimi i qeverisë është ashtu kështu i bllokuar për shkak të një rezultati krejtësisht të pafavorshëm për cilën do palë. Sistemi jonë kushtetues e ka dhe 20 deputetëshin e minoriteteve të cilat i ndajshtohen rezultatit zgjedhor dhe në diskursin e deri tashëm politik për shkak të rrethonave të raporteve me Serbinë, një vjetëshe deputetëve hiqet nga aritmetika e krijimit të shumicës dhe kjo tash përbën një situatë në cilën qoftë pozita, qoftë opozita e ka bukur të vështirë të krijojë shumicë parlamentare në Kosovë dhe po ashtu ka një farë manifestimi të pozicioneve të cilat refuzojnë dialogun mes subjektit parë, dytë ose tretë mes veti për të krijuar një qeveri të re. Unë besoj se deri me 15 nuk do të kemi zgjidhje për këtë situatë, besoj se kjo do të zvaritet edhe më tutje deri në pikën ku do të kërcënohemi me zgjedhje të re